Mirë, kemi qëndruar deri në këto momente me kolegun ton Marcel Voca, i cili ka ndjekur zhvillimet drejt për drejt nga selia e Partisë Socialiste, teksa ne do ta zhvendosim diskutimin dhe analizën këtu në studio. Me mua është bashkuar kolegu Almer Toska nga Timoni Pikal. Almer, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Albi, faleminderit për ftesën. Almer, dua ta nis patjetër me qarkun i cili prodhon numrin më të madh të deputetëve, Tirana. Qofse do të bëjmë një krahasim të listës Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, a kemi surpriza, a sheh një ndryshim? Shiko, nga emrat që neve pam në qarkun e Tiranës, kuptojmë që Partia Socialiste ka futur të gjithë funksionarët e lartë, të cilët gëzojnë poste të rëndësishme si ministra, apo dhe drejtor, apo dhe njerëz që janë pjesë e qeverisë Rama. Kemi të bëjmë me njerëz të cilët një pjesë janë rishtaz në qeverinë Rama, por anonim për publikun, thjesht janë besnik të kabinetit kryeministrit, dhe nuk thonë asgjë publikut në rrafshin politik apo në fushën në betejën elektorale. Ndërkohë nga Partia Demokratike kemi njerëz të cilët janë qëndrestar të Sali Berishës, njerëz besnik të tij, që nga Partia Socialiste nuk kemi njerëz besnik të zotit Rama? Kemi vetëm Tauland Ballën. Pra, unë nëse do shtoja komentin, ti edhe një sy qarku të Tiranës, falë sa ta gjej. Do të themi gjë, me atë që vura re, unë është vetëm mund të shtoj që qarku i Tiranës përbëhet nga Edi Rama. Po. Shiko, këtu mund të shtoj edhe një fakt tjetër, që pjesa më e madhe e listës së Tiranës dhe gjithë Shqipërisë ka njerëz që janë hetim nga SPAK. Edi Rama është në hetim nga SPAK për çështjen me Gonigal. Ogerta Manastirliu është në hetim nga SPAK. Tauland Balla i përfshirë në komunikime me bandat e Elbasanit. Atëherë, kemi njerëz të cilët nga momenti në moment pas mbylljes së kësaj legjislature mund të arrestohen. Pra ka arrestime të mundshme nga lista e Tiranës. Almer, jam shumë kurioz të di pa komentin tënd për Iris Luarasi. Tani, Iris Luarasi, emër i përfolur për abuzime me fondet e USAID-it. Një njeri e cila ka përfituar mbi qindra mijëra euro, 200.000, 300.000 euro nga lekët e taksapaguesve amerikanë. Edhe Iris Luarasi mund të jetë një nga emrat që mund të merret shumë shpejt në hetim, jo nga drejtësia shqiptare, por nga drejtësia amerikane. Po pse ka zgjedhje kryeministrit Rama për ta vendosur në listë të sigurt? Unë mendoj që Rama ka zgjedhur njerëz të cilët i bëjnë fresk. Pra njerëz që janë yes men apo njerëz të cilët janë të provuar që janë mbështetës të tij. Ka një luftë të fortë në Partinë Socialiste midis klanit Rama dhe klanit Veliaj. Dhe unë mund të them që Rama me këtë listë që ka nxjerrë sot, ka nxjerrë një listë që e shpërbën dhe çmonton përfundimisht klanin e Erion Veliajt brenda Partisë Socialiste. Asnjë nga njerëzit e Erion Veliajt nuk rezulton në listën e mbyllur. Dhe ky është fakt. Sot kemi njerëz besnik të tij. Lindita Nikolla njihet me Edi Ramën që kur ka qenë kryetare e njësisë administrative numër 1 në Tiranë. Tauland Balla është një nga jesmenët më të fuqishëm të tij. Pra, Erisa Spiropali po ashtu vjen nga mjafti, por më shumë është atashuar me Ramën, e cila i ka besuar dhe një postë të rëndësishëm. Duhet të them që sot Rama i ka treguar njerëzve që Partia Socialiste do ta trashëgoj unë dhe me besnikët e mi do vazhdoj edhe në të ardhmen. Pra, asnjë nga emrat të cilët mund të përflitej si mbështetës i Erion Veliajt nuk është në këtë listë. Pra, përgjithsisht kemi të bëjmë me një Edi Ramë i cili kërkon avancimin dhe zgjatjen e pushtetit të tij në drejtimin e Partisë Socialiste me pasardhës që nuk i shfaqin shqetësime dhe nuk i ka kërcënim për të ardhmen e vet politike. Janë të përqendruar në qarkun e Tiranës, në listat e qarkut të Tiranës, mbase xhaketat e vjetra në një farë mënyre, Almer? Sepse kam përshtypje në krahasim me të gjitha qarqet e tjera për postdrejtuesve politikë të cilët janë pjesë e listës së mbyllur, pjesa tjetër janë figura të reja për të cilat do të pyes më vonë se çfarë përfaqësojnë dhe çfarë do të përfaqësojnë në vijim, por duket sikur në qarkun e Tiranës janë centralizuar emrat e vjetër të Partisë Socialiste. Shiko, shumë të vjetër nuk janë, po janë njerë emra me eksperiencë politike. Patjetër. Kanë eksperiencë politike, duke nisur nga Tauland Balla, Lindita Nikolla. Këto shoh 2 më të vjetrit. Pjesat edhe Edi Rama 3, Ogerta 4,
janë emrat që kanë goxha eksperiencë politike, por që kanë gëzuar edhe pushtetin dhe kanë mbajtur shumë peshë. Ndërkohë, këta janë njerëz që janë dhe me rekorde. Janë me rekorde që përbëjnë një shqetësim real që mund të arrestohen nga momenti në moment. Pra janë njerëz që s'pak i kanë hetim dhe s'pak mund veproj. Dhe këtu ne mund presim surpriza shumë të forta nga kjo listë pas mbylljes së kësaj legjislature. Pra ka shumë emra të përfolur që mund të arrestohen. Ogerta Manastirliu është një nga ta, Taulant Balla po ashtu. Edi Rama mund të thirret shumë shpejt në SPAK. Pra, Edi Rama këtë listë e ka parë si të mundshmen që mund t'i besoj, sepse tani ai është kthyer në njëri i cili jeton me hije në kokë. Pra, është njëri i cili Erion Veliajn edhe pse e mbyllin burg, ai prapë i trembet një komplotit brendshëm dhe për të shmangur të gjithë përpjekjet e komplotistëve, këta i kanë nxjerrë në listë hapur dhe i kanë nxjerrë në rrugë të madhe. Edi Rama i ka besuar emrave të rinj, Ilva Gjuzi, Erion Malaj, Aida Pirdeni, Ilva Gjuzi. Pra janë një emra, Igli Hasani që nuk do thot asgjë, mund të jetë është ministri i cili ka shumë pak dalje publike që nuk i thot asgjë publikut për rekordet e tij në punën si ministri i jashtëm. Pra shohim njerëz që janë njerëz që nuk mendojnë me mendjen e tyre, por mendojnë dhe besojnë çfarë thotë Edi Rama dhe përcjellin atë që thotë Edi Rama. Pra janë njerëz që publikut nuk i tregojnë një betejë politike si rasti Braçës, që her pas here bën opozitën. Her pas here edhe pse bën propagandë, por është njeri i cili ka një personalitet politik, ka një karakter politik. Të gjithë të tjerët janë njerëz pa karakter politik. Janë njerëz që janë aty sepse Edi Rama e shikon si të padëmshëm. Dhe janë njerëz që nuk e cënojnë asnjë moment pushtetin e Edi Ramës, qoftë brenda dhe qoftë dhe jashtë Partisë Socialiste. Dhe duke u nisur nga kjo premisë, mendoj që Rama është menduar gjatë për të nxjerrë këtë listë. Është menduar gjatë për pastruar Partisë Socialiste nga të gjithë emrat e vjetër që në një moment ai priste si emra që mund t'i shkaktojnë komplotin e madh që Edi Rama e diq me 12 vjet pushtet konsumuar, e di që nga momenti në moment pret fundin. Dhe fundin ai e pret vetëm nga njerëzit të cilët ai ka nxjerrë listë hapur dhe besoj që do jenë njerëz që do ndeshkohen. Unë mendoj që Fatmir Xhafaj, Fatmir Xhafaj, Erion Braçe, Pandeli Majko mendoj që nuk do jenë deputet në legjislaturën e ardhshme, sepse do ketë qartës një orientim vote që këta njerëz mos të jenë pjesë dhe Edi Rama të ketë në bërkëmb. Herën e parë neve kuptom që në 2021 deputet Fatmir Xhafon e nxori grupi Erion Veliajn, ndërkohë që këtë herë ky grupi nuk ekziston më politikisht, sepse grupi PSD është arrestuar te Erion Veliajn, pashtu dhe Erion Veliajn ndodhet në burg, pra grupi të korruptuarve të Erion Veliajn. Dhe Fatmir Xhafon askush nuk merr guximin ta votojë sepse do shihet me syrin e armikut të brendshëm të partisë, një parti socialiste që prodhon armiq her pas here. Dhe nga ajo çka shoh dhe nga lista hapur, po dhe nga lista mbyllur, shoh një parti socialiste çdo vit e më shumë një listë të dobët që është një listë yes-menësh. Ishte e pritshme kjo listë, Almer? Patjetër, Edi Rama ka paralajmëruar që do t'i largonte të gjithë njerëzit të cilët ai i ka pasur si shqetësim. Dhe këtë e ka kamufluar, e ka amballazhuar si një produkt i të rinjve përballë atyre që kanë gëzuar pushtet dhe të cilët duhet t'i tregojnë qytetarëve që kanë qeverisur siç duhet. Por ne kuptojmë qartë që kjo është një lëvizje taktike e Ramës për të shpëtuar veten dhe për t'i dhënë një lloj ndëshkimi atyre njerëzve që her pas here kanë pasur një afiliacion me Erion Veliajn dhe jo me Edi Ramën, atyre që kanë luajtur me dy porta. Dihet qartë që shqiptarët kanë parë në 4 vitet e fundit dhe jo qofse edhe jo publikisht, një betejë të heshtur midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt për pasardhësinë e PS-s. Tashmë që Edi Rama e përzuri nga Partia Socialiste dhe e largoi Erion Veliajn drejt qelive të burgut Durrësit, ai është mbreti që zotron çdo gjë dhe nuk shef asnjë lloj kërcënimi. Dhe ata të cilët shihen si mbështetës të Veliajt, ata tashmë janë rrugë dhe janë listë hapur. Ndërkohë, nëse do i kthejmë një sy Partisë Demokratike, këtu duhet të ndalem pak Almer, sepse duhet të bëjnë një farë mënyre ballafaqësimin e skuadrave. Për shembull, në qarkun e Tiranës, në listë të mbyllur, ne kemi Zotin Berisha, kemi Flamur Nokën, Edi Paloka, Albana Vokshi, Belin Këlliç, Josefina Topalli, Erisa Xhixho,
nga Partia e Lirisë Tedi Blushi, po ashtu nga Partia e Lirisë Mesila Doda, Klevis Balliu, Fatmir Mediu dhe Besart Xhaferi. Dhe nga Partia Socialiste ishin emrat që ne përmendëm. Tani nëse do t'i vendosim të dy këto lista të mbyllura, qoftë të Partisë Demokratike dhe qoftë Partisë Socialiste në peshore, nga do të anonte peshorja në këtë rast? Që t'jemi të drejtë për qytetarët që na ndjekin, unë mendoj që kanë dy qasje të ndryshme. Sali Berisha vjen me këtë listë pas një betejë 4 vjeçare në luftën e brendshme që ka përjetuar Partia Demokratike. Dhe njerëzit që kanë qëndruar më pranë janë pikërisht ata emra në listë, janë besnikët e tij. Janë njerëz të cilët kanë eksperiencë, kanë bërë betejë politike, janë njerëz që qoftë Belind Kolliçi është njëri i cili ka denoncuar të gjithë aferën 5D dhe fal denoncimit të Belind Kolliçit, gjithë grupi Erion Veliajt është në burg sot. Pra, unë kam mos pajtimet e mia për disa nga emrat që janë në listë, por mendoj që Sali Berisha si njëri fjalës mbajtur e ka pas detyrim që këta emra t'i ketë në listë për t'i pasur deputet. Por a duhet që t'jenë pjesa të cilët kanë një lloj peshe politike në terren, t'jenë në listë të mbyllur, dhe kjo ha diskutim. Unë mendoj që Belind Kolliçi për mua le të ishte në listë hapur. Mendoj sepse në një farë mënyrë është i ri në politik, ka një eksperiencë dhe mund të prodhojmë vota. Pra, s'është e nevojshme që të jetë në listën. Ka një gjë, zoti Berisha i trëmbet mendoj i trëmbet pas asaj që ka kaluar në Partinë Demokratike, i trëmbet emrave të rinj dhe nuk e ka matur pulsin e besnikërisë. Kurse këta emra, qoftë në pushtet apo qoftë në opozitë, do jenë njerëz që do jenë përkrah Sali Berishës në betejat e tij të ardhshme, qoftë ai kryetar apo do jenë njerëz konsistent të Partisë Demokratike. Dhe unë mendoj që ti rrezikosh fatin gjithë njerëzve të cilët ty të kanë mbështetur kaq kohë, për mua mendoj që tregon një lloj mos respekti ndaj betejës që kanë kushtuar, që janë përkushtuar këta njerëz. Por për publikun shumë njerëz mund të ketë kontestime, mund mendoj që prap këta fytyra, prap këta emra, po i kanë bërë betejë. Si mund të vlerësojmë në kontributet e njerëzve që bëjnë betejë? Pra ne duhet të kemi një kandar, një peshore. Do të themi që neve duhet të ekzistosh politikisht apo në politik, nëse ti bën betejë politike në dobi të qytetarëve. Nëse nuk ke betejë politike, do thotë që ti je njëri katapultuar apo njëri i cili je aty pa merit. Pra mund ngrihen pretendime. Unë e di që sot ka shumë njerëz që janë zhgënjur, ka shumë njerëz që janë mërzitur, por mendoj që sot është treguar shumë qartë se kush është qendrestar dhe kush e shikonte apo e shikon Partinë Demokratike për nevojë dhe interes personal. Unë mund pajtoj me ndjenjat e gjithë secilit që ka pas pritshmëri, por ata të cilët sot kanë braktisur garën dhe kanë braktisur Partinë Demokratike, ata janë njerëz që mund ta braktisin Partinë Demokratike në çdo moment. Ndërkohë jemi duke ndjekur në këto momente edhe në ekran të gjithë kandidatët për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit të Partisë Socialiste. Në krahun tuaj të majit keni listën e hapur, ndërkohë nga krahu juaj djathtë gjendet lista e mbyllur e kandidatëve për deputet e kryesuar nga Edi Rama. Atëherë, nëse neve shikojmë edhe një herë listën e Tiranës, unë shoh që aty ka shumë ministra në listë. Që janë edhe këta janë njerëz që i kanë shumë dosje që janë varur në përzyrat e SPAK-ut dhe nga momenti në moment mund të thirrën. Pra ke Klotilda Bushkën, që njeriu i cili ka intimiduar dhe ka prishur prova në favor të Erion Veliajt. Ke Olta Xhaçkën, që i ka dhënë, që ka një dosje të hapur në SPAK, e cila pretendohet që në mënyrë të palishme ka përvetësuar përmjet bashkëshortit të saj prona si një vizitor strategjik në Bregdet. Po ashtu ka dhënë në mënyrë të jashtëligjshme, edhe kjo dosje është në SPAK, portin ushtarak të Limionit, disa oligarkëve. Pra, nuk mundet Edi Rama t'i besoj listës, se në listë sigurt të ketë këta emra, kur nga momenti në moment ai është koshient që këta mund të arrestohen. Pra, nuk mund ta lëri vendin bosh. Edi Rama ka edhe këtë frikë që duhet t'ia themi njerëzve. Nëse do kishte Olta Xhaçkën nëse arrestohej, vendi do ngelej bosh. Pra Edi Rama do shkonte me një rekord që një njeri i tillë i besuar shkon para drejtësisë dhe përfundon në burg. Pra do të krijonte një shqetësim më shumë. Ai për të shmangur këtë lloj përplasje edhe konfuzion në listat e sigurta, listat e mbyllura, i kanë nxjerrë këta njerëz në betejë të hapur. Që unë me shumë mundësi mendoj që janë të diskutuar nëse do qëndrojnë në listë apo jo deri në zgjedhje.
sepse SPAK-u sot është duke kryer punën e tij. Në 2 muaj dhe normalisht SPAK-u vijon punën e vet. SPAK-u vijon punën e vet dhe unë mendoj që do ketë goditje të forta në listën e Edi Ramës. Nuk e përjashtoj goditjet edhe në listën e Partisë Demokratike. Edhe në të mbyllur, edhe në të hapur. Pra janë, shiko, Albi, janë 12 vjet qeverisje. Ka zhvilluar kjo qeverisje korrupsion kolosal. Njëmër të përfolur në përdosje shumë të rëndësishme me tender abuziv me qindra milion euro. Pra nuk i shpëtojnë dojë drejtësisë këta emra që Edi Rama e di shumë mirë. Edi Rama është i pari i cili i lëshon, nëse ai të përjashton nga partia, këtë herë të përjashton nga lista e sigurt. Dhe përjashtimi nga lista e sigurt do thotë që Edi Rama ka informacionin më një hap përpara gjithë të tjerëve se çfarë do ndodhë me këta individ. Dhe për ta shmangur këtë lloj kompleksi apo për ta shmangur këtë lloj fortune që mund të trokas në derë, ai këta emër i kanë nxjerrë në fatin e vet në listë hapur që edhe mund të zvendësohen. Ndryshe nga lista e mbyllur. Nëse unë duhet të rikthehem dhe një herë shqetësimit që ka kapur kampin opozitar. Ata të cilët duan të mundin Edi Ramën. Almer, më fal, të lutem. Jo, duhet ta mbyll këtë çështje. Sepse ka shoh shumë që shumë kandidatë nga Partia Demokratike riosh të rinj, pa eksperiencë politike, apo me pak eksperiencë politike kanë lënë garën si të pakënaqur. Si mundet që ti mund të lësh betejën kur ti nuk e marr një vend sigurt dhe ti ke bërë kaq kohë betejë, pra ka pas artikulim, i ke thënë njerëzve ne do mundim Edi Ramën. Ose ka patur të pakënaqur. Po ka pasur shumë. Po unë me këta do t'i thrasin mendjes ato njerëz. Nëse ti ke qenë një demokrat, ke pas një funksion, ke marr pjesë protesta, ke angazhuar demokratët që unë do jem me ju, krah jush për të mundur Edi Ramën. Dhe ndërkohë ti i lë demokratët vetëm, se nuk të zhdon ty nuk e marr një vend në listë të sigurt, çfarë do thotë kjo? Kjo tregon që ti je njëri i dobët dhe ke karakter të dobët politik dhe ti nuk je njëri i betejave. Zotri, qofse ti nuk e qenë aty, dil dhe tregoj njerëzve që ti vlen politikisht edhe në listë hapur. Dhe ti tregoj Sali Berishës që ka gabuar që nuk ka futur ty në listë sigurt, ose tregoj që ti meriton, tregoj që ke mbështetjen e demokratëve dhe ti mund bëhesh me votën e tyre. Pra kush janë këta njerëz që shkojnë dalin tani lën betejën, kanë parë disa emra që për mua nuk kanë ai peshë politike, por krijojnë atë perceptimin që mediat e Edi Ramës ta pompojnë sikur Partia Demokratike po braktiset. Jo më zotëri, janë njerëz me karakter politik të dobët që pretendojnë ta kenë suksesin që në betejën e parë. Dil, bëj beteja, konsolidohu politikisht, krijon një afilacion, krijon një përmbajtje politike, krijon një bagazh elektoral dhe dil dhe thuaj njerëzve që unë jam personi që sot meritoj që për hir të kontributit që kam duhet shpërblen edhe në listë hapur apo në listë mbyllur. Po jo të lësh betejën mes. Kush je ti që shkon dhe i del kundër vullnetit të kryesisë? Leret gaboj kryesia, kritikohen në 12 maj, në 13 maj, nëse kanë gabuar. Lërët veprojnë ata, nuk mund të kritikosh sot, kur sot gjithë duhet të jenë betej kundër Edi Ramës. Ti atë dhimbsen ata qytetarë të cilët sot po keq përdoren dhe ndihen të keq qeverisur nga kjo qeveri? Çfarë do t'i thuash ti që mua nuk më dha karrike Sali Berisha dhe unë do ulë vetëm juve? Po ata çfarë fati duhet ndjekin? Duhet të nështrohen. Jo zotëri, duhet të qëndrosh. Duhet luftosh. Deri në momentin e fundit, qofse do të bësh betejë politike. Ora ka pas emra politik që kanë pritur me vite me radhë për të bërë. Unë do të jap një shembull gjithë atyre të cilët janë mërzitur sot që nuk janë listë sigurt në Partinë Demokratike. Është shembulli Berat Gjimshitit. U largua nga lista e kombëtares, edhe pse shënoi golin e fitores në Armeni, nuk ishte në Europian. Por punoi, uli kokën dhe u rikthye kapiten në Europianin e vjetshëm. Pra, këta njerëz duhet të tregojnë një forcë karakteri. Por pse nuk jam unë, nuk bëka PD-ja, nuk bëka Sali Berisha. Lërë Sali Berishën gjykohen datën 12 maj. Lëri demokratët shkoi udhëhiqi, merr pjesë fushat, bëj betejë kundër qeverisë. Çfarë opozitari jeti? Jo opozitar ofiqesh, që unë duhet marr karrike, unë vlej. Po s'marr karrike, nuk vlej aty, nuk bëka PD-ja. Jo zotëri. Njerëzit të cilët i përkasin betejës dhe i përkasin njerëzve që ndrojnë aty deri në fund. Janë njerëz që shkojnë dhe përballen. Janë njerëz që shkojnë dhe denoncojnë. Janë njerëz që shkojnë që nuk kapen. Këta i duan Partisë Demokratike sot. Të gjithë ata që kanë lënë betejën, udhën mbari qoftë, por kanë treguar papjekuri. Edhe janë përgjithsisht njerëz të rinj, janë njerëz të moshë të re. Janë njerëz që pretendojnë të jenë listë mbyllur. Trego zotëri që vlen në listë hapur. Trego që ti ke mbështetjen e njerëzve, qoftë majtës dhe djathtas, duke votuar emrin tënd, po jo duke hequr dhe emrin nga lista përfundimisht. Për mua këta njerëz nuk i shërben dhe nuk duhet i shërben ndonjëherë Partisë Demokratike. Po mirë, kam një pyetje shumë interesante. Almer, se pak minuta po flisje për listën e mbyllur. Kryesisht Berisha ka zgjedhur që në listën e mbyllur të ketë më besnikët e vet. Janë njerëz më punëtorët e Partisë Demokratike.
Shiko, Se nuk është punëtore dhe besnike Jorita Tabaku që është lënë në listën e hapur? Unë mendoj që për mua, unë për Joritën kam opinionin tim. Jorita Tabaku në betejën e brendshme të Partisë Demokratike ka qenë njëri që ka lobuar ambasadë me ambasadë, në çdo ambasadë kundër Sali Berishës. Dhe prap ky njeri e ka futur në listë. Jorita Tabaku nuk është se shquhet për një rekord politik, përveç se pompimit mediatik nga disa oligarkë. Unë do të them dhe një gjë hapur që Jorita Tabaku dyshohet dhe përflitet që vllai i saj përfiton tendera nga kjo qeveri. Ndërkohë që demokratët të riqen zvarr, përballen, nënshtrohen, poshtrohen, Jorita Tabaku merr tendera. Si mund të përfaqësojë kjo? Ndërsa Josefina Topalli s'duhet të jetë fare në listë. Kush është Josefina Topalli që merr vend sigurt? Edhe un kam kritikat e mia. Por kritikat më të forta nuk bëhen sot, bëhen pas zgjedhjeve. Se i thua Sali Berishës, zotri, ti po shkon me një listë, shkove me një listë që demokratët nuk ta aprovuan. Ti nuk i dëgjove bazën. Ti gabove. Tani, un nuk mund të them që Josefina Topalli duhet larguar sot. Un do flas për këtë listë pas zgjedhjeve. Por për mua Josefina Topalli është ajo që i ka hequr mandatin dhe fitoren e Partisë Demokratike në 2021, ky është fakt. Mandatin në Shkodër e hoqi Josefina Topalli. Josefina Topalli ka bërë betejë kundër Partisë Demokratike. Ka bërë betejë kundër Lulzim Bashës, por Lulzim Basha tregoi që ishte njëri i kapur, tregoi që nuk donte ta sillte Partinë Demokratike në pushtet. Por demokratët nuk kanë faj, ata demokrat për disa individ të ndjekin tekat e tyre. Sepse në vitin 2021 Partia Demokratike fitoi, por ishte truku elektoral i Lulzim Bashës me Monika Kryemadhen që e lanë opozit prapë këtë forcë. Pra njerëzit u përgjigjen. Kur kishte makineri pushteti, banda, para, edhe demokratët apo populli thjesht me 0 lekë në xhep, me votë të pastër, me votë shpirti, shkoi votoi Partinë Demokratike, Josefina Topalli doli kundër, sot kërkon votën e demokratëve. Çfarë di thotë kjo? Ku e ka? A ka fytyrë të dalë përballë? Pra për mua kjo sot unë e perceptoj si gabim politik që në pranin listë. Por ndërkohë, nëse Sali Berisha e percepton që duhet të jetë se është e besuara ime, sepse kjo mua nuk më lën në rrugë, kjo është tjetër gjë. Por unë të gjitha ato pakënaqësitë e mia në lidhje me listën nuk mund t'i them sot. Pra unë sot do të them betejën e madhe si një opozitar. Pra unë e quaj vetë një gazetar opozitar dhe do të ngelemi tillë për sa kohë do të kem përballë të qeverisje. Sepse unë më shumë më dhimbse se fati i Shqipërisë dhe fati i qytetarëve, sesa fati i disa individëve në Partinë Demokratike. Qoftë atyre që janë në listë apo jashtë liste. Sot Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Sot emigrantët duan të shohin një Parti Demokratike të mobilizuar që ata të votojnë shumë shpejt se s'kan shkuar votat. Po jo tani të japim mesazhin që unë nuk jam listë edhe Partia Demokratike nuk bën. Jo, ne i tham deri dje këta kanë qenë këta emra që deri dje kanë thënë ne bashkë do të luftojmë për larguar Edi Ramën, ndërkohë që sot dalim me mesazhin unë po largohem sepse unë nuk mund të Edi Ramën se unë nuk jam listë. Qëndro aty demokrati thjesht. Çfarë i thon këta demokrati thjesht, i cili ka ardhur protestë në protestë, që përballet atje me lloj-lloj matrapazi politik të Edi Ramës në bashki, qoftë punojës, ujësjellsi, elektriku, kudo qoftë që shkon i bën presion. Që shkon i kërkon votën, që i bën trysni, vetëm dilën këta lloj demokratësh. Pra, ky ishte përfaqësimi që donin këta. Më jep mua karriken, mendo për menderen time. Almer, jo, duhet ndalem diçka. Shiko, ka një gjë. Ore ka qendrestar shumë të fortë. Unë përmend qarkun e Fierit. Po. Ore, çfarë mund t'i thotë, çfarë do t'i thonë këta të larguar nga qarku i Fierit? Një kandidati që ka 30 vjet që punon në Partinë Demokratike dhe që do jetë në listë hapur. Po. Nga Roskoveci, quhet Pelivan Bufi, që s'ka nxjerr kurrë zë. Që ka qenë aty ka punuar, që është njeriu më punëtor. Edhe ka bërë betejë politike. Ndërkohë që del dikush aty një çupërling, edhe mendon që unë vlej sepse unë jam e bukur dhe duhet të jem listë. Bëj betejë zotri, dil kundër pushtetit. Dil lufto dhe mbroj interesin e demokratëve, interesin e drejtë shqiptarëve, qoftë majt apo djathtë. Dil edhe bëj betejë me bashkinë që përfaqëson, me degën që përfaqëson. Këta njerëz s'kan bërë një betejë, s'kan bërë një kallëzim në SPAK, s'kan bërë një betejë publike me abuzimet e bashkive ku nga vinë. Pra janë njerëz që nuk kanë raport politik apo portofol politik që duhet pretendojnë më shumë. Ama nëse ne pretendojmë që jemi të bukur apo kemi 2 lekë, apo pretendojmë që na duan njerëzit se neve shëtisim makina të bukura, prastaj kjo nuk është qasje politike, kjo është qasje karrieriste, që unë dua të marr vendin sepse unë mendoj që vlej. Jo, nëse ti vlen ta tregon vota e popullit, vota e qytetarëve. Për ta lidhur pak këtu me votën e popullit dhe votën e qytetarëve, Almer, a mendon se kjo lloj pakënaqësie apo ky lloj zemërimi i brendshëm për një sër figurash
të shquara politike ose edhe figura të reja politike lidhet pak a shumë edhe me procesin e primareve të zhvilluara nga Partia Demokratike, sepse kemi parë emra të cilët kanë dalë të parët me më shumë vota të marrë nga këto primare dhe nuk janë absolutisht në listë. Shiko, unë kam qenë në gjitha daljet e mia publike, normalisht në primare ti po merr votën e antarësisë dhe votën e qytetarit. Unë e njoh shumë mirë procesin e primareve. E di çfarë ka ndodhur, edhe di dhe parregullsitë që janë bërë. Por në parim Shqipëria nuk mund të kryejë primare do të drejta. Formati primareve është një debat publik i gjithë kandidatëve, që kjo nuk u bë. Pra, në qoftë se ti do të bësh primare, siç janë primaret në Amerikë apo në çdo vend tjetër, është të gjithë kandidatët, po zëm qarkun fier. Të 16 kandidatët e PD-s shkojnë bashkim bashki dhe i prezantojnë platformat e tyre demokratëve, të gjithë bashkë. Jo është ku bëjnë takime fshehurazi. Të gjithë bashkë dhe demokratët vlerësojnë. Por kjo nuk ndodhi. Pra, demokratët e fierit të lushnjës. Kjo do ishte më e mira e mundshme. Sepse normalisht lindin këto pak kënaqësi që ne po diskutojmë. Shiko çka ka ndodhur. Primaret, duke qenë që zoti Berisha solli si risin statut, ishte detyruar ta zhvillonte sepse i do ishte shkelje statuare. Por primaret nuk janë treguesi kryesor. Dhe unë mendoj bidhin gjë tjetër që, ore, dakord, primaret ti ke dalë i pari, do thotë që ti gëzon mbështetjen e demokratëve. Di në listë hapur dhe merre këtë mbështetje, ofroja Partisë Demokratike, ku ka gjë më të mirë. Dil mo, është i pari, i dyti, dil dhe thuaj, o zotëri, unë jam me vota, unë vi si deputet i popullit, i demokratëve, vi si deputet, jo i listës Sali Berishës. Dil dhe ti ke mund të kesh nesër të drejt të dalësh kundër Sali Berishës në gjitha tezat që artikulon. Po mbas se surfare në listë moral merr se dua të marr shembullin e deputetit Sula, Dashnur Sula. Tani, për mua më vjen keq që zoti Sula nuk është në listë. Të paktën unë nëse unë nuk di që është një peshë për qarkun e Elbasanit. Zoti Sula është njëri me shumë eksperiencë politike. Unë kam pak kënaqësitë e mia në raport me zgjedhjet lokale se çfarë ka ndodhur në Peqin dhe zoti Sula akuzohet nga baza atje për tradhti. Por unë duke qenë që s'kam fakte nuk e marr të mirëqen. Ndërkohë, nëse zoti Sula nuk është as në listë hapur, është gabim elektoral për mendimin tim. Po. Dhe këtë do ta themi. Pra zoti Sula duhet të ishte. Por zoti Sula nuk duhet të bëj këtë piruet deklaratash kur deri dje deklaronte që unë jam njëri punëtor i Partisë Demokratike dhe bën realisht ka bërë punë me takime në diaspor. Zoti Sula nuk duhet dilte deklaronte tani një lloj pakënaqësie publike. Duhet ta mbante, duhet ishte më i frenuar sepse nuk i falet që një njeri me kaq eksperiencë të dalet të bëjë deklarata politike dhe të ngrejë akuza për përfshirjen listë elementeve apo emrave nëpërmjet lobimeve apo konjekturave të caktuara. Jo. Zoti Sula duhet dilte thoshte unë si demokrat i devotshëm do të jem në listë hapur, do të jem betejë, edhe pse nuk jam në listë, unë jam për rrëzimin e kësaj qeverie. Pra edhe ky është një gabim që nuk i falet zoti Sula. Pra, nëse Sali Berisha ka gabuar me futjen, ti tregoj të kundërtën. Ti mos i bëj qefin tani kundërshtarit. Pra zoti Sula ka bërë deklaratë shumë të fortë që hajde provojeni ju do merrni vota në Peqin. Po zoti Sula nuk është pronar i Peqinit. Zoti Sula ka kontributin e vet të respektuar, duhet të ishte njëri i cili duhet të tregonte një lloj karakteri dhe shembulli për të tjerët. Pra, duhet të tregonte që unë edhe pse nuk jam listë, unë do të ngelem besnik punës time të devotshme në angazhimin që më është dhënë për drejtuar Belçin dhe Cerrikun dhe Peqinin. Ndërkohë që të gjithë përgatiten që të dalin fushat me zotin Sula drejtues në këto dy bashki dhe zoti Sula lë gara vetëm çfarë ndodhi këtë pjesë, i bie që të triqen dhe pjesa tjetër. Pra, për mua është një shembull i gabuar. Nëse zoti Sula duhet të tregoj shqiptarëve një gjë. Po mirë, mbase janë zhvilluar të tjera diskutime dhe biseda almerme. Këtu duhet të dalin. Zoti Sula duhet të marr për shembull është edhe Ja do të jap edhe një koment fundit për zotin Sula. Po. Zoti Sula duhet i thotë shqiptarëve këtë gjë dhe Sali Berishës. Që a ka pasur fjalë të dhënë nga zoti Berisha që zoti Sula do ishte në listë sigurt? Nëse ka pasur fjalë të dhënë, zoti Sula ka të drejtë ta thotë këtë, ka të drejtën e zotit të ndjehet i tradhtuar. Por nëse zoti Berisha nuk i ka dhënë fjalën dhe nuk i ka premtuar vendin e sigurt në listë, atëherë zoti Sulaj do të ishte sjell njëri i moderuar dhe njëri i pjekur, se është po shkon 60 vjeç. Pra unë i kuptoj ato kalamajt e ri politik që kanë bërë këto çupërlingat e PD-s që janë tërhequr, por nuk i falet zotit Sulaj që ka 3 mandate deputet, njëri me pushtet Peqin, me rekorde pozitive për Partinë Demokratike, njëri me kontribute, edhe dalet dhe deklarata të tilla. Shiko, në një moment që ka shumë, por unë kam qenë me idenë që ndonjëherë këto njerëz të shumë konsumuar duhet hapin dhe rrugën, do vinë momenti të hapin rrugën. Por njerëz të rinj. Por dakord, ne zëm që ne e marrim mirëqenë që ti ke kontribut politik, ke vota. Mos dil të shesësh tani betejën.
Mos dil të lësh ushtrinë në rrugë. Çfarë do sjellë Partia Demokratike? Çfarë tregosh ti me këtë që u largove? Dakord me gaboj Sali Berisha, nuk të futin listë. Po ti çfarë bëre? I dole kundër. I shërbej Edi Ramës, që deri dje shkoje zoti Sula me pras, me veshje, ka bërë betejë politike në parlament. Për këtë jemi koshient. E dim. Por me këtë lloj sjellje tregon që e ka rrëmbyer emocionet e momentit dhe papjekuri politike. Ndërkohë, interesant ka qenë edhe reagimi i Hysén Kadiut. Ka dalmi votuari në primaret e Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës. Për këtë rast, kisha rënë dakord që të isha në listë të mbyllur, ka thënë zoti Kadiu, por s'mund të jemi parti qokash. Shiko, në qoftë se kjo ka ndodhur vërtet, atëherë është një gabim i kryesisë Partisë Demokratike që e ka larguar. Shiko, unë Kavajën e njoh shumë mirë, mendoj që është një vend demokratash qendrestar, një qytet që nga aty ka nisur, kanë qenë ato shkëndijat e para të sinjalet e para kundër rrëzimit të diktaturës së Shqipërisë, është një vend që është bastioni i Partisë Demokratike. Dhe për mua Kavaja duhet përfaqësohej me një deputet. Pra, ky njeri si zoti Kadiu që është kryetari i PD-s. Nëse ka pas fjalën, edhe ky duhet ishte kontributor, jo të lindte garën. Zotri, ti ke fituar bashkinë aty, ke mbështetjen e demokratëve. Pra, unë do të kuptoj pse doli i pari ky. A ke parë që zoti Kadiu ka marrë një vot në një qytet tjetër që është të qarku Tiranë? Ka marrë vetëm Kavaj. Pse ka marrë Kavaj? Është ajo që siç funksionon lokalizma dhe mbështetja lokale. Fare fisnore, punëtorët e bashkisë, punojësit e bashkisë dhe kanë votuar djalin e tyre, kanë bërë shumë mirë. Dhe Kavaja do të përfaqësohej me kandidat në listë hapur me Hysén Kadiu apo me dikë tjetër. Pra Hysén Kadiu do t'i tregonte që do të merrte 8000 vota nga Kavaj, ose të paktën me votat që ka marrë kandidati që doli fitues. Pra Fisnik Qosja, nëse do ta gëzonte këtë lloj mbështetje, mund të ishte deputet në parlament me votat e tij. Dhe mund të ishte një deputet i lirë, një deputet që mund të shprehte mendimin dhe mund t'i bënte një lloj kashilliku, thonë se Sali Berishës për t'i thënë zotri, unë nuk të bindem ty, por unë mendoj me kokën time dhe nuk trëmbem më vën apo s'vën ti në listë, sepse unë kam mbështetjen e qytetarëve dhe do respektoj më shumë nga gjithë të tjerët. Ore, e pan çfarë bëri Fisnik Qosja? Një djalë shembullor i Kavajës, djalë punëtor i cili e kishte nisur karrierën e vet politike duke vendosur postera, arriti në kulminacionin që u bë kryetar bashkie. Pra duhet ndiqni këtë lloj shembulli. Edhe zoti Kadiu është treguar emocional në veprimin që ka bërë. Pra do të ishte në listë hapur edhe për kontribut Partisë Demokratike. Unë rishikoj pozicionin tim. Çfarë rishikonte? Ti ke qenë tani ke bërë betejë, ke fituar bashkinë, njerëzit kanë ndjekur nga mrapa, çfarë di lësh njerëzit në rrugë tani pse nuk janë listë? Pse kështu që nga politika që po nuk është unë, nuk bë ka PD-ja. Jo më, partia është kontributi të gjithëve, nuk është kontributi një individi. Ore nuk ka ndonjë problem, largohet ai do vi një tjetër. Në këtë botë janë të gjithë zëvendësueshëm. Por sjellja që bëjnë këta njerëz tregon që këta nuk kanë këllqje politike për duruar dhe për pritur momentin e tyre. Çdo njeri ka momentin e vet politik. Duhet presi siç ka pritur për vite me radhë betejën që ka pas brenda Partisë Demokratike zoti Alizoti apo dhe shumë të tjerë. Ore, unë nuk pajtohem me shumë individ që janë drejtues qarqesh, por pajtohem me njerëzit që bëjnë betejë. A ishte zoti Alizoti tek Zoti Alizoti është në Elbasan. Po. Pra, duhet themi që zoti Kadiu është njeri që është më i favorizuar në qark, sepse vjen nga një qytet që ka bazën e demokratëve, por ka edhe bashkinë që është një avantazh plus për atë. Është një avantazh i mirë për t'i thënë, siç neve fituam bashkinë e Kavajës me Fisnik Qosjen, me mua do të sjellim investimen në fitoren e Partisë Demokratike në Kavaj për të ndryshuar realitetin, për të investuar pasur më shumë investime në bujqësinë e Kavajës, në turizmin e Kavajës, në komunitetin e Kavajës, për të investuar në shumë biznese të vogla apo të mëdha, në ndryshimin e fytyrës së Kavajës. Pra do të kishte një qasje më optimiste. Tani ai shkon thotë që unë do rishikoj pozicionin tim. Por ik më zotëri, largohu. Pse kështu që nga betejë, që po si ti nuk vlen partia. Jo zotëri, ti do bësh kontributin tënd, do presësh momentin tënd. Mbase s'është momenti, mbase Sali Berisha ka gabuar që s'ka vënë ty. Por ti tregoj të kundërtën, tregoj që vlen. Tregoj që je njëri që gëzon mbështetje. Jo të riqësh lëgarën mes. Tani i bie që një pjesë e strukturës së Partisë Demokratike të ndjen të kompleksuara. Çfarë të bëjnë? Të veprojnë si Hysén Kadiu apo të veprojnë të ndjekin Sali Berishën? Por ky njeri mund të ketë mëkatet e veta. Por është njeri betejave. Nisi betejë 9 mars kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. I mundi amerikanët që ishin në Shqipëri si mbështetës Sorosit.
I mori Vulën, i mori partinë, hani barë, tha Jurikimi te shkallët. Ka bërë betej, ka gabime Sali Berisha pa fund. Se çdo njeri gabon. Absolut, asnjëri s'është perfekt. Por njeri që s'ka i dorë nga beteja. Tani këta duhet zhvillojnë, duhet bëjnë karrierë politike dhe heqin dorë nga beteja. Por e keni parë ju çfarë i tha Edi Rama njerëzve? I tha që unë do të jap shansin të gjithëve në listë hapur, por nëse juve nuk e gjeni veten, mund të kërkoni dorëheqjen. Këtë që bëri sot, duhet ta kishte bërë para 5 ditësh, para një javësh. S'duhet ta bënte natën e fundit, sepse kjo lë një shihet hidhur te mobilizimi i njerëzve. Kjo nuk i jep njerëzve atë predispozicionin që të kenë që të akumulojnë gjithë energjinë e tyre për dalë në betejë. Në fakt, Almer, ne do të kemi hapësira të posaçme për të komentuar dhe analizuar të gjitha qarqet dhe kandidaturat, po unë duhet të ndalem në këto momente disi në terma të përgjithshëm deri në këto momente me emrat që kemi, me emrat të cilat janë bërë publik, si e parashikon betejën? Do të kemi një ashpërsi në këtë fushat elektorale? Unë kuptoj një gjë. Me çfarë po shoh emra, kemi një parti socialiste me emra të rinj anonim, një Edi Rama i cili ka pastruar partinë nga të gjithë emrat e vjetër, dhe kemi një parti demokratike që ka grupin e qendrestarëve. Kush do ta bëjë diferencën? Në qoftë se siç pretendohet, që zoti Berisha ka mbështetjen e amerikanëve dhe ka Kris Civitan dhe ka një program shumë të mirë, Partia Demokratike ka gjitha shanset për të ardhur në pushtet, pavarësisht të gjithë këtyre qevmbetjeve të sotme. Ndërkohë kemi Edi Ramën 12 vjet qeverisje. Çfarë do japim më Edi Rama? Çfarë do premtojmë më? 12 vjet më zotëri. Bashkimin Evropian. Po si më Shqipërinë e patë shansin për të bërë, ti nuk prodhove dot një qytet me ujë 24 orë më zotëri. Ti sot ke një rini të larguar, ke fshatin e braktisur. Ti sot nuk i ke prodhuar Shqipërisë asnjë premtim që ke dhënë. Pra për ujë do flasim edhe në 2025 siç folën në 2013. Ti sot e ke braktisur, e ke shpopulluar gjysmën e Shqipërisë. Si ta çosh në Shqipërinë Bashkimin Evropian? Kur ti nuk plotson asnjë kriter minimal, ke administrat të përfshirë me njerëz botës krimit. Ke njerëz që janë në administrat si njerëz të katapultuar prej kulisave politike. Ke njerëz që janë administrat si militant partije. Çfarë do të japim Edi Rama? Çfarë do premtoj? Rritje ekonomike me pensione të 80.000 lekë? Çfarë? Shqipëria ka nevojë për një shans të ri. Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Dhe shqiptarët e dinë mirë këtë gjë. Dhe Partia Demokratike duhet përfitojë nga shansi për të paraqitur një program të mirë, një frym të mirë. Çfarë i thotë Edi Rama më njerëzve kur ka prodhuar një skuadër hajdutësh në SPAK? Ku ka brenda në burg pjesën më të madhe të ministrave që administratave të kaluar. Ka një lajm të fundit Almer. Me bërin publike të listave për deputet Partisë Demokratike, është të rrequr edhe Ilda Dhori. Ka një gjë, Ilda Dhori është një mjeke... E ka quajtur zhgënjim. Shiko, ta thash, unë nuk i ndryshoj për asnjërin mendimin. Ilda Dhori është një vajzë që prodhoi rezultat shumë të mirë në 10 vjet. Dhe ka qenë në listën e hapur, dhe është të rrequr. Edhe kjo është një gafë e saj. Pra është një gabim politik. Këtu kuptojmë se kush janë njerëzit që duhet të mbështeten dhe njerëzit që duhet të jepet shansi për të garuar. Tani Ilda Dhori është bërë deputete nga Lulzim Basha në vitin 2021. Mori një rezultat shumë të mirë në Divjak. Është për të përshëndetur. Por pse duhet Ilda Dhori tani të ngrej pretendimin që po s'jesh në listë mbyllur nëse nuk jam unë nuk bëj betejë? Pse? Kjo tregon që ti o je i dobët politikisht, ose ti nuk ke mbështetjen në elektorat. Po mirë Almer, pse nuk ndodhin këto lloj fenomenesh tek kampi tjetër, tek Partia Socialiste? Kjo është habitse, sepse Partia Socialiste është një parti... Sepse nëse do marrim Partinë Socialiste, me emrat që ne kemi aktualisht në këto momente në 11 qarqe, po e ishim qarkun e Tiranës, po në 11 qarqe të tjera të mbetura, janë pothuajse të gjithë emrat të rinj. Partia Socialiste është një parti në pushtet. Është një parti e cila i detyron njerëzit të qëndrojnë, kurse opozita është zgjedhje. Çdo kush prej nesh mund të zgjedhë të bashkohet Edi Ramës. Edhe unë shumë lehtë mund të bashkohem në skuadrën e njerëzve që mbrojnë Edi Ramën publik, por unë nuk kam zgjedhë këtë gjë. Nuk kam zgjedhë bëj betejë, opozit. Pra unë nuk kam, shumë njerëz kanë vullnet. Ndërkohë që ata që kanë pushtet mund të kenë bërë një gabim gjatë qeverisjes tyre dhe mund të kapen diku. Edi Rama mund t'ia çojë dosjen në SPAK. Pra janë njerëz që aty ka një luftë të brendshme, po është e padukshme për publikun.
Aty po zihen edhe aty. Edhe aty do ketë një luftë më të fortë se PD. Sepse ata do hanë kokat e njëri tjetrit për vota në fushat. Do shajnë, do grinë, do copëzojnë njëri tjetrin, por nuk dalin publik ta bëjnë këtë gjë. Ndërkohë njerëzit e opozitës mendojnë që janë njerëz më të lirë për ta bërë këtë gjë. Nëse ky Ylta Llori do kishte qenë në qeverisje drejtoresh diku, apo do kishte një rekord, kjo s'do ta bënte këtë gjë. Kjo tregon që kjo zonja është dhe të gjithë ata që mendojnë si Ylta Llori janë njerëz që e lidhin veten e tyre me gëzimin, me vjeljen e frutit politik dhe jo me rritjen e frutit politik. Pra, unë nuk di që Ylta Llori ketë bërë në betejë të hatashme politike atje në Divjak. Që s'kam parë në një rëndësi apo në një qasje publike me bashkinë Divjak. Të paktën të çonte kryetarin e bashkisë në SPAK. Është shumë e çuditshme që të gjithë e paskandashur veten në listë të mbyllur Almer. Tregojnë që i mjafton karrika atyre dhe nuk i mjafton fati i demokratëve dhe i Shqipërisë. Dhe shqyr që largohen. Shiko, këto sjellin deri diku, sjellin është shumë mirë që ndodhin këto, që të njohin njerëzit kush janë. Por këto mund të sjellin një zhgënjim momenti. Por për të ardhmen politike të Partisë Demokratike këto kanë zero ndikim. Sepse njerëzit të cilët kanë rezistuar deri sot rezistojnë në çdo moment. Por këta duhet bësh një frymëzim dhe mbështetës i njerëzve ndershëm. Këta kuptojnë, këta mendojnë që politika vlen po qenë këta në lista. Jo më zotëri, nuk vlen. Politika vlen kur ti je me qytetarin. Kur ti qëndron deri në fund me qytetarin. Por jo duke bër atë pushtuesin e karrikës së deputetit, të ngrohesh karrikën ditë, marrësh ti benefitet, të vesh atje në fundjavë, sa herë interesohesh ti që vlen apo s'vlen, po se çfarë problemesh kanë ata qytetar, ty nuk të intereson. Ore më shumë betejë për Divjakën ka bërë Erion Braçës se këta më. Më shumë betejë për bujqësinë ka bërë Erion Braçës se disa deputetë PD-s. Ore unë kam rezervat e mia për qarkun e Fierit, që duhet të kishte ndryshime absolute, duhet të kishte njerëz më shumë të rinj. Por, thash, unë nuk e gjykoj sot Sali Berishën. Unë Sali Berishën e gjykoj në 12 maj dhe e uroj nëse fiton dhe kritikoj nëse do gaboj me verdiktin që do t'i japin shqiptarët. Por sot nuk mund të ketë kjo lëvizje. Hajde ta lëm gjithë betejën dhe hajde ta lëm zgjedhjet fare. Ti ke dhe Berisha nga beteja. Ta lëm si në 2019. Pra kjo është mendësia e Lulbashës. Është një qasje tipike e Lulbashës, që lë betejën, jo zotëri, dil në betejë, dil dhe tregon nëse manipulohen zgjedhjet, dil tregon që janë manipuluar zgjedhjet. Pra unë mendoj që shqiptarët duan ta largojnë këtë qeverisje. Por nga që s'janë njerëz të dur, qëndron Edi Rama në pushtet, sepse të riqet ky, të riqet ai. Dikush mund të jetë brenda në lista, mund të jetë i kapur. Dikush mund të ketë marrë një tender, dikush mund të ketë një lidhje politike. Dhe çfarë bëjnë, nuk dalin fushat, fiton Edi Rama. Ndërkohë që kush e vuan populli, qytetarët, çfarë bëjnë, ikin. Dhe pastaj krijohet perceptimi që Partia Demokratike nuk është e fuqishme. Po normale, derisa ka njerëz që e lën betejën mes, do krijohet ky perceptim. Pra deri te Ylta Llori erdhi nga Lulzim Bashka, mori mandatin 4 vjet. Tani që nuk jam unë deputete, jo po unë të riqem. Jo zotëri, bëj betejë aty, vërtetoj që ti vlen. Vërtetoj që ke mbështetjen e njerëzve. Ore si nuk i vjen. Është mënyra më e mirë. Ore si nuk i vjen keq për njerëzit ta morbur. Si janë kaq të pandijshëm, kaq pa mëshirë, kaq pa integritet, kaq pa ndjesim. Ore kuptojnë albit, po të dalësh në realitet, unë jam i ri që e njoh realitetin. Po të dalësh në realitet, njerëzit për ditë përballen me shtypjen e kësaj qeverisje më zotëri. Shkojnë i kërcënojnë nëse nuk i jep votën. Shkojnë i ndajnë, i shohin ca të njerëkës, ca të nënës. Shkojnë i shohin demokratët apo të gjithë opozitarët si njerëz që si kulakët dikur. Pra ka një ndarje të tillë në terren. Dhe ti shkon e lë garën, po ja zë këtë qoftë pra. Çfarë fajsimi jeti? Je dhe intelektual. Çfarë preti? Ti je mundi sigurt, hajde tani të rrezojmë Edi Ramën. Po tani që si ta rrezojmë Edi Ramën? Apo te Edi Rama nuk urzoka se nuk jetin listë? Pra është komplet qasje pa logjik. Është pa pjekuri. Edhe kush e bën këtë? E bën njerëzit që mund të kishin ajo sa ka nis karrierën politike. Karrierë politike mund të ketë dështime, mund të ketë ulje ngritje. Por ti duhet të qëndrosh aty. Ti duhet të jesh aty përballë që njerëzit thonë, o zotëri, neve na ka qendruar ky, zoti Berisha i jepi shansin këtij njeriu që ka bërë betejë politike. Ora un kam për Klevis Balliun shumë rezerva. Por Klevis Balliu ka bërë betejë me zotëri. Ka bërë betejë tek Unaza. Ka treguar që përpiqet, s'ka mbështetje, kjo është tjetër gjë. Por është njëri i cili ka bërë betejë. Tani o do t'i masim njerëzit me të gjithë me një lloj metri, me të gjithë një lloj standardi, ose duhet pastaj të shohim se në rast se do ishte
nëpërmjet misive, nëpërmjet lidhjeve politike, të gjithë mund të keni një mik afër Sali Berishës që mund të futet aty edhe me manovra të tjera. Po kjo është betejë, nuk është kjo. Almer, në këndvështrimin tënd patjetër, cili është projeksioni që ngre aktualisht në këto momente kur kemi të bëjmë me këto emra që deri diku qoftë nga Partia Demokratike apo qoftë nga Partia Socialiste janë emra të rinj dhe po përballen për herë të parë në teren. Albi, unë do të themi gjë që shqiptarët janë të prirur për ndryshim. Duan ndryshimin. Dhe me listat që kemi parë deri tani, unë mendoj që nëse nuk ka manipulim të votës, nuk ka intimidim të votuesve, nëse nuk ka përfshirje të bandave kriminale, unë mendoj që Partia Demokratike ka të gjithë shansin të vinë pushtet. Ekziston mundësia se janë 12 vjet qeverisje, edhe njerëzit janë lodhur, janë mërzitur, janë mashtruar zgjedhje pas zgjedhjeve. Çfarë do i thonë këta njerëzve në publik më? Çfarë programi kanë këta? Çfarë do i thonë ulje taksash, rritje pensioni? Çfarë i thonë? I kanë thënë këto, edhe si kanë bërë. Çfarë i thonë këta mbështetje bujqësisë? E kanë lënë bujqësinë në shkretë të tir. Çfarë i thonë këta? Kanë mbështetur turizmin. Çfarë do i thonë këta? Rritje pagash, që sot brezi i ri nuk blet dot një apartament, nuk siguron dot të ardhmen e familjes në Shqipëri. Pra këta janë një qeverisje e konsumuar, nuk ka çfarë i thotë më shqiptarëve kjo. Prandaj këta njerëz duhet që të qëndrojnë të bëjnë betejë politike. Një program i mirë i Partisë Demokratike me njerëz të zot e sjell Partinë Demokratike në pushtet qoftë me mbështetjen që ka, por qoftë dhe mbështetje shtuar nga ndërkombëtarët. Sot Partia Demokratike ka derën çel në Amerikë. Është njeriu më i afërt i Donald Trumpit, ka ardhur për bërë fushatën e Sali Berishës, për bërë fushatën e Partisë Demokratike. Dhe Partia Demokratike, ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, nuk i mungon mbështetja ndërkombëtare. Partia Demokratike sot i duan njerëzit e punës në terren, njerëzit të cilët të bëjnë detyrën që u takon përballë shqiptarëve që kërkojnë ndryshimin e pritur. Pra unë mendoj që të gjitha gjasat janë që pushteti duhet ndryshojë dhe do ndryshojë. Pra ka një lloj pritshmërie kjo për ndryshim pushteti, sepse nuk mundet që përballë Belind Kılliçit në Tiranë një emër i panjohur, siç kush është ky Ilva Gjuzi tani, të mundi Belind Kılliçi në Tiranë, nuk ka logjik. Një njeri i cili është matur me rezultate edhe pse ka humbur Bashkinë e Tiranës me atë rezultat, por nuk ka humbur sepse nuk kishte mbështetje shqiptarë e Tiranës. Ka humbur sepse Belind Kılliçit u vodh mandati nga banda e PSD-s, siç e vërtetuan faktet dhe siç e vërtetoi Spaku që të gjithë hajdutët që morën fitoren Belind Kılliçit janë burg. Pra, Partia Demokratike sot ka një avantazh, mendoj, përballë qeverisë vetëm në eksperiencë politike. E kuptoj. Ndërkohë, në 11 çështje të tjera, Almer, për ta përmbyllur, se e di që edhe ti je lodhur pasi ke ndjekur të gjitha zhvillimet prej orës që ato kanë nisur, patjetër. Qarku në një qark i cili ka bërë më shumë përshtypje ose në një qark i cili ka qenë surprizë për ty personalisht, pavarësisht se pjesa dërmuese janë emra të rinj dhe nuk i njohim shumë mirë politikisht dhe çfarë background-esh këta të fundit përfaqësojnë. Shiko, do të qofse do t'i kapim, më thënë, të dy forcat politike. Unë mendoj që në qarkun e Durrësit Partia Demokratike ka bërë një listë shumë të mirë. Pra, me listën që kemi sot, Oert Bylikbashi, Gens Trazimiri, Manjola Luku, Artan Luku nga PA-ja dhe Igli Cara, janë një potencial i mirë që Partia Demokratike të marrë një rezultat shumë mirë atje. Ndërkohë, nëse do ta analizojmë, do marrim dhe qarkun e rivalëve. Dim që qarku Diana Spaiu, Milva Ekonomi, Lojer Kume, Skënder Pashaj, Aurora Mara. Pra, në listë mbyllur, po flasim gjithmonë. Kemi katër zonja, të cilët nuk mendoj që do kenë në një mbështetje të fortë në terren, në qoftë se nuk kanë në prapavi Vangjush Dakon dhe bandat e Durrësit. Sepse unë mendoj që këto zonja nuk i thon durrsakëve, nuk kanë ndonjë konotacion pritshmërie apo ndonjë bagazh politik që këto kanë treguar në vite që mund të bëjnë diçka ndryshe. Ato kanë qenë deputete aty, kanë qenë Milva Ekonomi ka qenë dhe ministre e bujqësisë, që ka qenë më dopta mendoj në atë pozicion. E zonja Spaiu ka qenë aty dhe nuk e kam parë zonjën Spaiu të artikuloj për Durrësin apo të ngrej problematika. Durrësi ka funksionuar ndryshe. Ka pas fasada si Urgjës Çyrbja dhe këto që janë sot në listë, pra votat i bën Vangjush Dako me bandat e Durrësit. Kjo është e faktuar
me përgjime, është efaktuar me arrestimin e Jurges Qyrbjes dhe bandave të Durrësit. Dhe nëse Durrësi nuk do ketë ndikimin e bandave, unë mendoj që Partitë Demokratike në Durrës do marrë një rezultat shumë të mirë. Këtë shoh si qarkun më potencial. Pastaj, nëse do marrim listën e gjithë qarqeve tjera të Partisë Socialiste, janë gjithë emra anonim, emra që nuk i thon asgjë publikut. Por Për emra shembull, qarku i Dibrës. Tani qarku Dibrës kemi Blendi Klosin, Alma Selami, Murad Dritan Selishta që janë në listë të sigurt. Pastaj kemi Murad Danin, Daniel Duron dhe Valentina Halitin, ekonomist, mësuese, ekonomist dhe Murad Dani nga deputeti që duam. Shiko, Murad Dani që nga student. Nuk mendoj që këto emra i thona një qytetarëve të Dibrës. Janë emra të rinj, emra eksperimental. Po pse Edi Rama ka luajtur me këto emra? Ka luajtur me këto emra sepse ka Agron Malaj në listë hapur. Çka do të thotë? Agron Malaj, gardisti 21 janarit, kryetari i bashkisë. Mendohet që ky njeri do të sjellë vota në këtë qark. Pra Agron Malaj, si njeri që gëzon mbështetje, por Blendi Klosi i pari dhe Agron Malaj mendoj që janë dy emra, se qarku Dibrës 5 mandate ka. Pra, përveç këtyre dy emra nuk shoh në emër tjetër fitues. Për mua Peshkopia ose qyteti Peshkopisë është përfaqësuar me niveli më të dobët, nuk mendoj që i thot diçka njerëzve. Pra, ne dim kush i merr votat në Peshkopi dhe në Dibër. Pra, është ndërhyrja e bandave kriminale që janë lokale atje. Dhe prandaj këta njerëz ndihet sigurt dhe shkojnë eksperimentojnë me emra kaq të rinj. Unë nuk jam kundër emrave të rinj, por të paktën shqiptarët ose njerëzit duhet të ishin mësuar me një lloj backgroundi politik apo me një lloj betejë politike të zhvilluar nga këta njerëz apo me rekorde që kanë pasur në qeverisje apo në opozitë. Tani kur njerëzve nuk u thot asgjë, mund të thot atyre në Dibër atje, mund të jenë njerëz lokal, mund të jenë njerëz të respektuar, mund të jenë njerëz që kanë mbështetje. Kjo është tjetër gjë. Por nuk në opinionin publik nuk përbëjnë zëra determinant. Pra do të ishte ndryshe nëse do kishim emra të konsoliduar. Pra Edi Rama eksperimentoi edhe në zgjedhjet e kaluara, solli një deputet nga Anglia që nuk i solli në hyrësi. Pra ai qark në atë mënyrë u nda. Ndërkohë këtë herë pretendohet që qarku Dibër Partia Socialiste pretendon 3 mandate. Po. Sepse unë mendoj që Partia Demokratike me qarkun Dibër nuk ka përfaqësim të mirë. Pra vendosja e Xhelal Mziut dhe Denis Avatës nuk mendoj që do ketë nuk mendoj që si drejtues, si emra të sigurt, nuk mendoj që janë emrat që më thonë diçka mua. E kuptoj. Albert, se kemi dalë për tej minutazhit, unë të thash që do të jemi sërish së bashku në hapësira të tjera, në panelet e tjera, ku do të fokusohemi tërësisht tek çdo qark i mundshëm i Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Faleminderit shumë që ishe sot në Fox News. Faleminderit për këtë analizë të përgjithshme, por edhe konkrete sa i takon qarkut të Tiranës. Të uroj punë të mbarë, se dhe ju normalisht së bashku me Timoni Pikal do të keni një punë relativisht të madhe. Faleminderit për ftesën. Publicitet.